Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka konfirmuar se këtë të diel do të zhvillojë një takim me homologun e tij amerikan Donald Trump në Florida në kuadër të përpjekjeve për të avancuar drejt një marrëveshjeje që synon të japë fund luftës me Rusin. Zelensky bëri të ditur se fokusi kryesor i bisedimeve do të jetë një plan paqeje i ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara si dhe propozimi konkret për garancitë e sigurisë se Washingtonit mund t'i ofrojë Ukrainës në të ardhmen. Sipas tij, këto garanci janë thelbësore për të parandaluar një agresion të ri rus pa një armë pushim të mundshëm. Megjithatë, nga Moska vijnë sinjale skeptike. Një zyrtar i lartë rus ka deklaruar se plani i paraqitur nga Ukraina është rrënjësisht i ndryshëm nga ai që Rusia po diskutonte aktualisht me SBA-n. Kremlini nuk ka komentuar publikimin e propozimit të Zelenskit për një tërheqje reciproke të trupave nga rajoni lindor i Donbasit, në rast se dhe Rusia bën të njëjtën gjë. Aktualisht forcat ruse kontrollonin rreth 75% të rajonit të Donetskut dhe pothuajse të gjithë rajonin fshin të Luhanskut, ku dy rajone njihen kolektivisht si Donbas dhe mbeten pika më e nxehtë e konfliktit mes dy vendeve. Si pjesë e propozimeve të tij, Zelensky ka sugjeruar dhe krijimin e një zone të lirë ekonomike të demilitarizuar në ato pjesë të Donbasit që nuk janë pushtuar nga Rusia. Sipas tij, një model i tillë mund të shërbejë si element stabilizues dhe nxitës për ndërtimin ekonomik të zonës. Presidenti i Ukrainës u shpreh të premte se plani i paqes me 20 pika është rreth 90% i përfunduar, për theksoj se qëllimi është ai që të jetë plotësisht gati përpara çdo marrëveshje përfundimtare. Detyra jonë është të sigurohemi që gjithçka të jetë 100% e përgatitur, deklaroi Zelensky. Nga ana e tij, presidenti Trump në një intervistë për Politico theksoi se asgjë nuk është garantuar pas miratimit të tij personal. Ai u shpreh optimist për takimin me Zelenskyn, por la të kuptohet se dhe qëndrimi i Moskës do të jetë vendimtar. Trump tha gjithashtu se pret të zhvillojë së shpejti një bisedë me presidentin rus Vladimir Putin. Zelensky dhe Trump janë takuar disa herë gjatë këtij viti. Takimi i parë në shkurt në Shtëpinë e Bardhë u shoqërua me tensione dhe përplasje verbale, ndërsa takimi i fundit në tetor u cilësua si konstruktiv dhe miqësor. Takimi së dielës në Florida pritet të shtrihet si një provë e rëndësishme për ecurinë e procesit diplomatik, në një kohë kur lufta në Ukrainë vazhdon dhe presioni ndërkombëtar për një zgjedhje politike po rritet.